ripërcaktojnë strategjitë të tyre të politikës jashtme edhe në kuadrin e zhvillimeve të reja geopolitike që po ndodhin kudo. Dua t'ju marr një koment për gjitha zhvillimet, por përpara kësaj dua t'ju marr dhe zotit Nefail Maliqi, gazetar, kryeredaktori Lek Anton, një koment sa i përket edhe deklaratave nga ana e përfaqësuesve të Kosovës, më pas kalojmë edhe në aspektin më të gjerë çfarë ka ndodhur, se kemi dhe Indinë e cila ka sulmuar Pakistanin për ngjarje dhe më tronditse të kësaj jave. Zoti Maliqi, ju përshëndes. Përshëndetje, mëngjes nga Gjeneva. Ju përshëndes, faleminderit. Dua t'ju pyes pak për reagimet. Besoj na ndoqët pak më përpara ishte reagimi i zonjës Gërvalla sa i përket takimit Vučić. Jo i vetmi reagim, në një farë mënyrë reagime të tilla i kishte dhënë dhe Bashkimi Evropian, po diskutonin pak dhe me zotin Kamberi këtu. Çfarë mesazhi mendoni që i ka dhënë Kosovës apo Bashkimit Evropian ky takim mes Vučić edhe Putin? Shikoni, duket se mendoj se reagimet e Prishtinës për vizitën e Vučićit në Moskë ishin pak të ngutura. Kishte bërë edhe patu, sepse në këto momente çdo kritika nga Kosova është e mirëseardhur për Vučićin, të cilën do ta ngrisin edhe më shumë tek protestuesit serb, të cilët duan ta largohen nga pushteti. Bile edhe në luginën e Preshevës kur është folur se pse shqiptarët nuk protestojnë kundër Vučićit. Ta puna me dalë edhe ata të solidarizohen, pastaj Vučić do ta përdorte si kartë. Ja, edhe shqiptarët kërkojnë kokën time. Dhe besoj se janë të ngutura, sidomos deklarata e këshilltarës të presidentit, zotit Kupina, që tha Kosova ende nuk e ka atë standard ta kritikojnë një që nuk është antare e BE-s, dhe së dyti mund të them se nuk mund ta mësojnë BE-n, sepse më shumë ky është problem i Bashkimit Evropian se sa i Kosovës, sepse Kosova ka halle tjera, probleme tjera, sidomos me se ta bëjë shtetin institucionet e saj. Përshitet se 30 dështime ka pas për të inauguruar Kuventin e Kosovës. Ju po shiknit pak edhe më përpara, të paktën po transmetonim edhe disa nga pamjet sa i përket edhe takime, apo do kemi mund që të transmetojmë edhe pas pak, besoj regjia më ndihmon edhe nga planet. Duhet thënë që Vučić paktën kishte deklaruar edhe më përpara që është i hapur për të mirëpritur sanksione nga ana Bashkimit Evropian nëse kjo është ajo çfarë pritet me takimin e tij. Pse mendoni që është i rëndësishëm që në këto momente që geopolitika duhet thënë që është një lloj konfuziteti, paktën edhe me zotin Kamberi këtu po diskutonim, që Vučić të ndërmarrë këtë hap ku ende nuk ka dritë njëshile për t'ju bashkuar Unionit Evropian, ndërkaq që Rusia është duke u sulmuar nga gjitha palët, pra nga BE-ja, nga administrata Trump etj. Pse duhej pikërisht që të largohej nga rrjedha apo nga shinat e BE-s për të dhënë këtë bashkim, për të treguar që po, qëndroi edhe si alat me Putinin? Unë mendoj se Vučićit nuk intereson as Bashkimi Evropian, as SBA-ja. Ai intereson, si thonë... Vetëm Rusia? Fal? Vetëm Rusia? Pra, pyetja ime ishte vetëm Rusia, me që nuk intereson as BE-ja, as SBA-ja? Po, nuk intereson, por intereson Rusia. Për shkak se bile tash si thash, intereson më shumë vetvetja, sepse ajo është në prag të largimit, që nga 5-6 muaj ka protesta në Beograd, dhe tash ti kanë detyruar të dalin edhe jashtë kufive, janë në rrugës Strasburg, janë rrugës për Bruxelles, për Gjenevë dhe qendra të tjera të vendosur. Po, presidenti serb Aleksandar Vučić pas një sër incidentesh, siç e dini, skandalës në Ambik, pasi dështoi të takojë presidentin amerikan Trump në fillim kësaj jave, Gjoja i smur, pastaj me një emër fals provoi të hynte në një tubim në Florida e më pas u thoi për mos, që duket më shumë për të bërë ca foto me Putinin, një sa për të revanshuar SBA-ve dhe dy për të marrë poena politik për balë protestuesve në Serbi. Përkundër kërcënimeve dhe paralajmërimeve të BE-s, Vučić e bëri të veten, mori pjesë në sheshin e Kushit në Moskë, në paradën me rastin e të dhjetorit të fitores ndaj nacizmit të luftës së dytë botërore. Por duket se pjesëmarrja e Vučićit në paradën e djeshme në sheshin e Kushit të Moskë bi doli më shumë shërë se haj, sepse aq sa po afrohet Vučić me Rusin, po aq po largohet nga BE-ja, për çka nuk munguan as kritikat e Brukselit në adresë të tij. Me këtë vizitë, Greta, të Vučić në farë mënyre ai po ashtu u përpoq që të primistoj imazhin e vet çfarë bëri në SBA, për çka media serbe shkruajtën se ai e ka kompromituar diplomacinë dhe shtetin serb. Jo vetëm kaq, avokati i njohur Nikola Lakić nga Beogradi ka deklaruar se gjatë kohës së tij që kaloi në Amerikë,
Aleksandar Vučić kreu disa krime të rënda dhe një skandal diplomatik me NSHB që mund të merren edhe në burg deri 20 vjet. Një rëgim ka pasur pashtu edhe nga Richard Grenell, i cili u shpreh i shqetësuar për fatin e presidentit serb, duke thënë se Vučići po mungon shumë. Ka shkruar gazeta. Po, atë që bëri një status në rrjetin social X, momentin që u tha që Vučić për shkak të problemeve shëndetësore nuk do mund ta zhvillojë këtë takim në SBA. Dhe me këtë ka shkruar gazeta zvistrane në Shqip Le Canton, Vendset, pra Kanton 27, duke ju referuar CNN-it. Të djeshme në Moskë, ku ishin të ftuar musafir të shumë vendeve, 20 delegacione nga vende të ndryshme, kryesisht ato slave, diktatoriale, komuniste, me që këta thuajse tradicional, sikur Bielorusia, Kazakistani, Serbia, por edhe Kina, Brazili, Kuba, Venezuela, për të ndjekur para ka zhuar 11.500 vështarë, me që ras Putini deshti tregoi edhe Moskujt. Aty u pa edhe Vučić e shëruar nga Milorad Dodik, president i Republikës Srpska. Ndër personalitetet më të larta që në ranë në sy që i pom, ishte presidenti i Kinës, Xi Jinping, pastaj Lula da Silva nga Brazili, Aleksandar Lukashenko, Bielorusia, ndërsa ishte vetëm kryeministri slovak Robert Fico. Presidenti kinez Xi Jinping dhe homologi i tij rus Vladimir Putin u pa sikur janë miq shumë të ngushtë gjatë paradës së djeshme. Madje i cili Putin e mbante në krahun djathtë. Këtë afërsi mes Kinës dhe Rusisë e kam vërejtur edhe unë tash më së fundit para 2-3 javë kur isha në Pekin, kur media flisnin për raporte të mira mes Putinit. Mediat kineze, pra perceptimi në Kinë ishte që Rusia dhe Kina kanë një marrëdhënie shumë mirë miqësore në momentin që ju ishit para disa ditëve, javë besoj, apo jo? Po flasim për një takim të tanishëm? Po, Rusia i afrohet sa më shumë kur SBA flisnin më shumë për Tajvanin dhe Ukrainën, sigur edhe SBA, si shton një fjalë armiku tim është miku im. Vučić në mos takoi Putinin dhe Xi Jinpingin, kritika gjithnjë më shumë ishte të zëshma ndaj Bruksellit. Tema e takimit më është një situata politike në Ballkan Perëndimor, si dhe marrëveshje infrastrukturës, pasi Serbia është pothuajse tërësisht e varur nga gazi rus. Dhe bile kinezët edhe ishin të gatshëm të ndihmojnë në Serbinë me infrastrukturë, hapjen e disa fabrika, pastaj edhe për çështjen e trenave të tjera. Kur përmendëm këto perëndimor, presidenti serb nuk doli sakt, por tha se kemi folur për Kosovën. Presidenti Vučić ka thënë se në Moskë folëm edhe për Kosovën, por pa treguar se me kë ka biseduar. Sipas tij folëm se si dhe në çfarë mënyre ka standarde të dyfishta në një pjesë të botës. Duhet të friksohet Kosova një deklarate, kjo nuk është as deklaratë, jemi të sinqertë, por një provokimi të tillë? Ai dha një deklaratë e pashtë në media serbe ku thotë se sipas tij folëm se si dhe në çfarë mënyre ka standarde të dyfishta në një pjesë të botës, sigurisht duke menduar në SBA, BE apo vende tjera, që po përpiqen të na detyrojnë të punojmë në ndarjen e Kosovës. Dhe unë besoj se kjo deklaratë pak është në etër, në hava, sepse nuk ka bazë, a ka fol, as ka fol fare për Kosovën. Këta ka qitur ndoshta vetëm se për t'i treguar serbëve në Serbinë, Beograd, se ja dhe u interesova për Kosovën. Duket se, si thash edhe reagimet e Prishtinës